Qendra arsimore pranë Bashkisë Pogradec organizoi mbrëmjen festive tradicionale kushtuar nxënësve të dalluar të shkollave 9-vjeçare të qytetit, të cilët janë vlerësuar për rezultatet e larta gjatë vitit shkollor. Për arritjet e mëdha do të më duhet mbështetja dhe bashkëpunimi juaj për një të ardhmë me sa më të mirë dhe për një qytet sa më të bukur. Edhe unë të ri, ju uroj mirëseardhje. Qofsh këmbëdar. Dhe sjellësh për ne ditë sa më të bukura plot qyteti. Ky aktivitet, i cili përbën një traditë shumë vjeçare dhe vijon të zhvillohet edhe në ditët e sotme, ka për qëllim promovimin e ekselencës në arsim, si dhe shprehjen e mirënjohjes për përkushtimin e mësuesve dhe mbështetjen e vazhdueshme të prindërve në edukimin e brezit të ri. Gjatë mbrëmjes nxënësit u përgëzuan për arritjet e tyre, ndërsa u theksua rëndësia e bashkëpunimit mes institucioneve arsimore, familjes dhe pushtetit vendor në krijimin e mundësive që nxisin zhvillimin dhe formimin e të rinjve. Të gjithë nxënësve ekselent për rezultatet dhe përkushtimin e tyre gjatë vitit shkollor. Ju jeni krenaria e shkollës, jeni krenaria e familjeve tuaj. Ku do ndiheni nesër e ardhmë e qytetit që do ta drejtojnë qytetin e Pogradecit. Unë shpresoj dhe uroj që numri i nxënësve si ju çdo vit dhe më shumë të rritet. Ju uroj suksese edhe në këtë vit të ri. Besoni në ëndrat tuaja, në aftësitë tuaja. Dhe gëzuar festa për ju, për familjet tuaja. Bashkia Pogradec dhe Qendra Arsimore riafirmojnë angazhimin e tyre për të mbështetur arsimin, si dhe për të vijuar nisma që promovojnë talentin, cilësinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm të brezave të ardhshëm.